këto kanë diku historisë Rama, kryeministit Rama, i cili po mendon që të bëj Smart City-n e famshëm, projekti për monitorimin masiv me kamera sigurie. Deri dje ishim mësuar që këto kamerat në fakt të vendosen edhe nga grupet kriminale. Tani do t'i vendos shteti. A është kjo një zgjidhje që do të bëhet? Ai nuk po e mendon, ai po instalon tashmë. Unë i vura re tani që erdha nga Vlora. Në pjesë mirë të rrugëve nacionale, ato kamerat e famshme Smart City tashmë janë të instaluara. Po një pjesë kanë mesazh dëgjova, do flasin edhe për instalimin e tyre në një projekt pilot në shkolla, në fakt vetëm në Tiranë dhe në Kamës. Shiko, Smart City në vetvetes unë e kam parë në Dubai, çfarë është ai projekt. Ja kalon dhe Londrës. Për vëzhgimin e kamerave. Në Cannes të Francës janë 60.000 kamera të vendosura. Në qytetet më të mbuluara në botë, dhe nuk është se kanë ndikuar në paranalimin e ngjarjeve, ato që kanë për të ndodhur të ndodhur. Tani, ky si projekt është marrë nga një vend i cili nuk është vend demokratik. Emiratet e Bashkuara nuk janë vend demokratik. Është një vend pa liri dhe drejta themelore. Pavarësisht se njerëzit në bëjturit të huaj, provo të hysh në jetën aty, bën se ta shikosh se ç'a ndodh. Pra, nuk të bëhesh e vërtetë që nuk kërkon pasaportën kufi. Retinën e syrit merr vetëm. Po ti që nga i moment je identifikuar në çdo cept aty vendi, kudo që ti jesh. Nuk fshihesh dot aty. Mirë, po kjo, pra ata të survejojnë në çdo lëvizje, në çdo takim që ti bën. Në vende demokratike kjo nuk lejohet se shkel privatësinë. Në vende diktatoriale, ai të mbulon me kamera se do të di çdo lloj lëvizje, se ajo e mban në këmbë diktaturën. Edhe Kina ka të njëjtin sistem fakt. Po patjetër, e keqja. Sistemi në vetvete, ne po e marrim nga Emiratet, po është sistem i programuar nga kinezët. Dhe ky është një problem tjetër. Ne do të japim software-in e gjithë lëvizjes shqiptarëve brenda territorit. Do të japim dikujt tjetër që nuk është një vend ala strategjik i jonë. Nuk po jap në emër tjetër. E dyta, e treta. Vlera, kosto është të merr sistem madh, 140 milionë euro për të instaluar një sistem me kamera. Ti përmend, mend ai operacioni Fiet e Krimit? Po. Pra, grupet kriminale i kanë kamerat se ruajnë veten. Dhe u bë problem, sepse policia shkoi të merrte kamerat se ju vendos ekskluziv shefit krimeve, dhe ata se avan. Se i thanë s'mund të përdorni kamerat tona ju për të mbyllur hallet tuaja. Por, edhe pse u hoqën ato, u rivendosën prap, se ti se ofron dot sigurinë. Sot në Shqipëri ka nga sisteme nga më të sofistikuara të survejimit, të gjurmimit, të mbrojtjes. Unë kam parë në sisteme sa të mund dhoma të tëra më të mëdha se salla operative policisë,